Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. 160 hektar tokë bujqësore në Dushk ndodhet në pushtetin e ujit nga moti i keq. Fermerët shprehen se kanë humbur gjithçka nga ekonomia e tyre. Rreshjet e ditëve të fundit kanë krijuar një situatë alarmante për fermerët e njësisë administrative Dushk, ku mbi 160 hektar tokë bujqësore e mbjell me perime foragjere, grur dhe elb janë në pushtetin e ujit prej të paktën 6 ditësh. Pas përmbytjes së muajit nëntor gjatë vitit 2025, kjo përmbytje është edhe më e rëndë, ku fermerët kanë humbur gjithçka nga ekonomia e tyre. Në këto kushte, pa ndihmën e shtetit, ata e kanë të pamundur të vazhdojnë aktivitetin ekonomik, por më të rënd e kanë ata fermerë që e kanë aktivitetin e tyre në tokat e marra me qera. Unë kam pothuajse rreth 20 hektar tokë me qera. Ndërto kam rreth 6-7 lymi kam perimore, siç e shihni vetë, ja gjendja duket, s'ka çfarë thot, kam lakër kokë dhe presh. Këtu ka falimentuar çdo gjë. Plus jonxhat, foragjeret, kam rreth me këtë treja parcelat që kam këtu, kam rreth 20 hektar tokë që kam me qera. Kam toka tani që i kam pluguar për misër. Kjo është hera dytë nga nëndori. Dhe tani është hera dytë që ne përmbytemi. Ishte hera e parë, por jo me këtë përmas. Kjo është hera e dytë tani. Çat shikosh vet, duket, nuk ka koment. Specialisti bujqësisë Dritan Kolleshi tregon arsyet e përmbytjeve të herpashershme të një prej zonave më bujqësore në vend, nga pjesa jugore e lumit Shkumbin e deri në fshatin Ferras të komunës Gradisht, ku përfshihen rreth 12.000 hektar tokë të ish-Kënetës së Tërbufit. Janë shumë arsye, por një nga arsyet kryesore është që baseni i Tërbufit, ish-Këneta, është llogaritur që të punonte me një intensitet shiu deri në 200 mm shi. Por ujrat që kalonin në basenin e Tërbufit ishin vetëm ujrat që binin në basen. Në të dy varë kodrat, ndërmjet që nga Kashtbardha deri në Thanasaj, ishte deri në lumin Shkumbin, nga të dy lumenjt, ishte një kanal i ujrave të larta, kanali V4, i cili shërbente gjatë verës për ujitjen e fushës Tërbufit, ose basenit që ka qenë, dhe gjatë dimrit to porta mbylleshin dhe ky e kalonte ujin jashtë hidrovorit duke e çuar në zham për ta nxjerrë jashtë hidrovorit dhe baseni thithë vetëm shirat që binin në basen. Po njëjta situatë ndodhe edhe me kanalin që është i varë kodrave të Grabjanit deri në Biçukas dhe Semens, dhe ato e nxjerrin jashtë hidrovorit ujin dhe po e njëjta gjë pompat e hidrovorit, megjithëse punojnë me intensitet të lartë për këto 35 vite, pothuajse të gjitha qeverit nuk kanë marrë masa që këto dy kanale të ujrave të larta nuk kanë marrë masa që ti rikthejnë identitet. Pra, këto të kryejnë funksionin e tyre dyfish. Edhe për vaditje gjatë verës, por edhe për kullim gjatë dimrit. Masat që duhen marrë nuk janë masa që jemi në gatishmëri këto ditët e përmbytjes, por masat dhe gatishmëria duhet të mbahet gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë periudhës nga drejtoritë e kullimit dhe të mirëmbajtjes së kanaleve. Këto ditë me rreshje, fermerët e kanë të pamundur të ndërhyjnë në tokat e tyre. Vendin e kanë zënë shpendët ujor, rosat dhe pulbardhat. Në kafaraj të Fierit, 25 hektar me luleshtrydhe të 60 fermerëve janë në ujë nga dalja e lumit Vjos nga shtrati. Fermerët shprehen se është situatë e përsëritur dhe nuk dëmshpërblehen nga shteti. 25 hektar, sipërfaqe toke e kultivuar në serat me luleshtrydhe të fermerëve të Kafaraj në njësinë administrative Frakull janë në ujë nga dalja e shtratit të lumit Vjos. Përmbytjet kanë dëmtuar rreth 60 kultivues, të cilët pohojnë se uji në sera ka arritur në nivelin e 2 metrave, si asnjëherë më parë, teksa theksojnë se luleshtrydhja tashmë është në fazën e prodhimit të saj. Çdo gjë këtu për neven na pruhet të shumë të lumit, se ky lum nuk ka sot vetëm në vitin 1971. Se ka dalë edhe në 2003, ka dalë në 2016, por nuk ka dalë në kaq sasira ose të ketë pasur kaq prurje të mëdha. Këto prurje që ka pas kësaj radhe neve na ka shkatëruar si fermer. Këtu janë rreth 200 ca hektar luleshtrydhe që e mbizetrohen nga ujë, një pjesa më shumë se një pjesë që ka mbjell nga ato strati e lartë, se ka kapur janë ndryshe. Po këtu llogariten përafërsisht 100 hektar. Në çfarë them unë, po do bëhet një vlerësim se sa të dalë reale sa është përmbytur. Rreth sa fermer prekeni? Tu preken me afërsi mbi 60-70 fermer. Vetëm ne këtu jemi gati 30
femner 40 femner të kësaj grupës këtu. Po të tjerët akoma që janë pa mbledhur dhe nuk din gjë. Ju na gjetën në këtë pikë këtu ku jemi mbledhur çereku i fermerëve. Megjithatë do të thosha nuk është kjo. Problemi më kryesor është se çfarë do të bëhet me këtë luleshtrydje dhe çfarë do të bëjmë ne si fermerë. Luleshtrydja tashmë është në fazën e Luleshtrydja ishte në fazën e prodhimit, domethënë ky ishte viti, domethënë muaj janar, shkurt deri mars, sepse ajo lulëzon 2 herë deri në 3 herë. Tani lulëzimi i parë ishte ky me kokra, me të gjithë prodhimin që ajo ka në vetvete, që ne do ta vilim për rreth 3 muaj, gjerë muaj mars, kjo fazë përfundon dhe kjo fazë e prodhimit. Dëmi është shumë i madh. Rasti është i përsëritur, herë 5 nga 2015 dhe masa për mbrojtjen e këtyre nuk është marrë asnjë gjë. Përkundrazi, neve na ka penalizuar me argjinaturën që është bërë aty tek mbrojtja e qeverisë, me justifikimin domethënë që do mbrojmë banesat, por neve na dëmton më shumë se ne tani kemi atë domethënë prodhimin kryesor të luleshtrydhës. Domethënë gjithë tani kemi hedhur lek, tani ishte momenti për të marrë, ne u mbytëm. Për momentin tani u mbytëm, tani se çfarë do bëhet, se ndihma, se Kjo është situatë e përsëritur, thon fermerët e dëmtuar dhe e pohojnë se nuk janë dëmshpërbluar asnjëherë përveç se në përmbytjet e herës së parë në vitin 2015, kur janë dëmshpërbluar me 10% të dëmit që kanë pësuar. Vetëm vitin e parë në ka ardhur këtu kryeministri, na ka premtuar që do jap 100%, ne e kemi thënë do na japësh 50%. 50% nuk i duam. Nga 100% të premtimit të kryeministrit kanë ardhur kanë vlerësuar 30% të dëmit dhe në këto 30% na kanë dhënë 10% të dëmit. Vetëm vitin e parë. Vitin e dytë, me radhë, herë 5 kësaj radhe nuk ka shkelur këtu kem robi nga anë shtetit. As edhe një riale kësaj radhe, po mos ta emëroni neve juve, këtu do ishte sikur s'kishte ndodhur asnjë gjë. Këtu është bërë katastrofë. Katastrofë po shumë e rëndë. Sipas fermerëve, dëmet janë të pallogaritshme në një kohë kur ekonomia e tyre familjare është e bazuar te të ardhurat nga kjo kulturë. Lumi shkumbin rrezikon gjithë zonën e Vilbashtovës sa herë që ka prurje të mëdha për shkak të rreshjeve. Sipas banorëve, duhet të ndërhyjet dhe të bëhet rreth 500 metra argjinatur që të shmangen përmbytjet. Uji i lumit shkumbin sa herë që ka prurje të mëdha për shkak të rreshjeve rrezikon seriozisht gërryerje në disa pika ku rrezikohet gjithë zona e Vilbashtovës, sidomos në afërsi të fshatit në një kthes që çdo herë që ka rreshje, lumi gërryen tokën. Po kështu edhe në afërsi të plazhit të Vilbashtovës, një tjetër pikë ku shtrati i lumit ha nga pak, ai sa ka arritur 5 metra nga rruga automobilistike. Është nevoja që në afërsi të fshatit Vilbashtov të ndërhyjet dhe të bëhen rreth 500 metra argjinatur. Sipas banorëve, nëse nuk ndërhyjet sa më shpejt nga ana e strukturave përkatëse, lumi rrezikon seriozisht të ndryshojë drejtim dhe të vërshojë në fshatrat Vilbashtov e Spille, duke sjellë dëme të konsiderueshme dhe të pakthyeshme. Këtu ndodhem një njësinë administrative GOS në fshatin Vilbashtov. Këtu kjo argjinatura këtu është e nevojshme me ndërhyrje urgjente para se të ndodhë një katastrofë. Në qoftë se ndodh diçka këtu, shpërthen kjo argjinatura, lumi shkumbin del Spillej. Del jashtë loje plazhi i Vilbashtovës, një pjesë e mirë e plazhit Bashkisë Rrogëzhin dhe kalaja e Vilbashtovës ikën dhe nuk dihet se ku të shkojë. Pra kjo, në qoftë se ndodh një katastrofë këtu me këtë zonë, parashikohet i dëm kolosal si në toka bujqësore dhe në plazhin e Vilbashtovës. Ka disa ndërtesa gjigante fshat turistik që janë duke u investu poshtë, janë miliona euro, një refugjat, një emigrant, po bën një investim goxha, pra që këtu bëhet një dom i madh. Para se të ndodhi kjo katastrofë, duhet me ndërhyj 500 metra argjinatur tu në fshatin Vilbashtov. 10 hektar tokë janë përmbytur në zonë për shkak të mos funksionimit të kanaleve kulluese, ku Bashkia Rrogëzhin, pjesës së cilës janë këto zona, duhet të ndërhyjë për të përmirësuar situatën. Shpallen fituesit e çmimeve kombëtare të letërsisë 2024. Çmimin e madh të letërsisë e mori Enit Karafili me romanin Epopej intime. Ceremonia e çmimeve kombëtare të letërsisë për vitin 2024 që u zhvillua dje nga Qendra e Librit dhe Leximit, në fakt duhej të zhvillohej vitin e kaluar. Juria e kryesuar nga zoti Besnik Mustafaj, me antar zonja Dhurata Shehri, zonja Elsa Skënderi Rakipllari, zonja Maklena Nika dhe zonja Fatmira Nikolli, ja dha çmimin e madh të letërsisë shkrimtares Enit Karafili, që karrierën e saj letrare e ka zhvilluar në Zvicër për romanin Epopej intime.
i cili u vlerësua një vepër me forcë të rrallë artistike, që ndërton një vizion të pasur letrar mbi përkatësinë identitare dhe sfidon tabut kulturore duke trajtuar dhe sfidat e migrimit të shqiptarëve jashtë atë dheut. Çmimin e madh të përkthimit e mori zoti Romeo Çollaku për përkthimin e veprës Retorika të Aristotelit. Juria vlerësoi saktësinë e lartë terminologjike dhe ruajtjen e strukturës, ritmit dhe forcës bindëse të originalit, duke sjellë një kontribut të vyer në diskursin filozofik në gjuhën shqipe. Çmimi i madh i studimeve ju dha zonjës Anila Mullahi për veprën Krijimi letrar në proces, studim që hulumton dorëshkrimet, letrat dhe ditarët e Dritëro Agollit dhe vendos themelet e kritikës gjenetike në letërsinë shqipe. Këta fitues shënojnë kontribute të rëndësishme në pasurimin e letërsisë dhe studimeve letrare shqiptare, duke evidentuar talentin dhe profesionalizmin në fushën e krijimtarisë, përkthimit dhe kritikës letrare. Një studim i fundit për ripërtëritjen e qelizave të vezët tek gratë e moshuara jep shpresë për suksesin e fertilizimit in vitro tek çiftet e moshuar. Shkencëtarët kanë arritur të rinojnë vezët njerëzore për herë të parë, gjë që mund të përmirësojë shkallën e suksesit të fertilizimit in vitro tek gratë e moshuara, sipas rezultateve të fundit të holumtimit. Eksperimenti sugjeron që defektet që lidhen me moshën, të cilat shkaktojnë gabime gjenetike në embrione, mund të reduktohen duke shtuar proteinën kyçe Shugoshin 1 në vezë, shkruan The Guardian. Në eksperimentet mbi vezët e dhuruara në një klinik të Cambridge-it, qelizat e trajtuara treguan pothuajse gjysmën e gjasave të defekteve kromozomale, krahasuar me ato të patrajtuara. Te gratë mbi 35 vjeç, defektet u ulën nga 65% në 44%. Rënja e cilësisë së vezëve është arsyeja kryesore për normat më të ulta të suksesit të IVF-s dhe rritjen e rrezikut të çrregullimeve kromozomale tek nënat e moshuara. Procedurat që janë aktualisht në dispozicion, siç janë ciklet e shumëfishta të fertilizimit in vitro ose injektimi introcitoplazmatik i spermës, nuk e zgjidhin problemin e defekteve gjenetike në vezë. Studiuesit po planifikojnë studime dhe diskutime të mëtejshme me organet rregullatore në lidhje me provat klinike, me qëllim përmirësimin e cilësisë së vezëve dhe rritjen e shanseve të shtatzanisë në ciklin e parë të fertilizimit in vitro. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se Groenlanda i duhet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO duhet të kuptojë rëndësinë e saj për ne. Presidenti Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara duhet të zotërojnë Groenlandën për të parandaluar që Rusia dhe Kina ta bëjnë këtë. Vendet nuk mund të bëjnë marrëveshje 9-vjeçare apo dhe 100-vjeçare. Vendet duhet të kenë pronësi dhe t'i mbron pronësi, nuk mbron qiran. Dhe ne do të duhet të mbrojmë Groenlandën. Këtë ne do ta bëjmë në mënyrën e lehtë ose në mënyrën e vështirë, u tha Trump gazetarëve të premte në përgjigje të një pyetjeje të BBC-s. Shtëpia e Bardhë ka deklaruar së fundmi se administrata përshkruan mundësinë e blerjes së këtij territori gjysmë autonom të Danimarkës, antare e NATO-s, por nuk e ka përjashtuar as opsionin e aneksimit me forcë. Danimarka dhe Groenlanda kanë reaguar duke theksuar se territori nuk është në shitje. Danimarka ka paralajmëruar se çdo veprim ushtarak do të sillte fundin e aleancës transatlantike të mbrojtjes. Në një deklaratë të përbashkët të premte në mbrëmje, udhëheqësit e partive politike të Groenlandës, përfshirë dhe opozitën, ritheksuan kërkesën që të marrë fund mungesa e respektit të Amerikës ndaj vendit tonë. Edhe pse është territori më pak i populluar, pozicioni i Groenlandës mes Amerikës së Veriut dhe Arktikut e bën atë strategjik për sistemet e paralajmërimit të hershëm në rast sulmesh me raketa, si dhe për monitorimin e anijeve në rajon. Presidenti Amerikan ka deklaruar vazhdimisht se Groenlanda është jetike për sigurinë kombëtare të Amerikës, duke pretenduar pa prova se ajo ishte mbushur me anije ruse dhe kineze kudo. SBA tashmë ka më shumë se 100 ushtarë të stacionuar në mënyrë të përhershme në bazën Pitufik në veri perëndim të Groenlandës, një strukturë që funksionon që nga lufta e dytë botërore. Sipas marrëveshjeve ekzistuese me Danimarkën, Amerika ka të drejtën të dërgojë sa trupa të dëshirojë në Groenland. Aleatët e Danimarkës në NATO, përfshirë vendet kryesore evropiane dhe Kanadan, janë rreshtuar në mbështetje të saj duke riafirmuar se vetëm Danimarka dhe Groenlanda mund të vendosin për çështjet që lidhen me marrëdhëniet e tyre. Shqetësimet për të ardhmen e Groenlandës janë rritur pas përdorimit të forcës ushtarake nga Trump kundër Venezuelës, ku arrestoi presidentin Maduro. Ndërkohë, vitet e fundit është rritur interesi për burimet natyrore të Groenlandës, përfshirë mineralet e rralla, uraniumin dhe hekurin, të cilat po bëhen më të aksesueshme për shkak të shkrirjes së akullit nga ndryshimet klimatike. Ky është edicioni i lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.